Po vazhdoni me qëndru me #Gjesin, do të flasim për turizmin malor në këtë sezon që bëhet nga Kosova e Shqipëria gjithashtu. Dikush këto bukurinë natyrore i shfrytëzon në maksimum, shkel me këm në çdo cep të trojeve shqiptare. Ai është Mensur Gashi nga shoqata Shkëmbi Mountain Association, me cilën e kemi të ftuar sot në studio. Do të flasim për pasionin e tij e gjithashtu edhe aktivitetet që ofron shoqata e tij, si nga tour guide, hiking guide, pjeshkata dhe alpinizëm. Këto detaje, unë e kam kënaqësinë që i them mirëmëngjesi Mensurit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi për ju gjithë teleshikuesit e të shtatshit, edhe gjithë atyre që janë pasionantë natyrës, të ecjeve, fotografisë. Faleminderit shumë. Çush ka qenë sot mëngjesi për juve? Më të drejtën si zakonisht ne krahas daljes natyra, po organizimeve ne edhe punojmë, kështu që kemi një punë të rregull, kështu që çdo herë duhet me u zgjuar herët, pasi që po u zgjuar herët, unë mendoj që dita do të ecë mbar. Po u zgjuar vonë, nuk do ecë mbar, kështu që edhe sa Kur quhet herët i ka dy nafaka, beson këto. Ashtu ishte, ajo thënie, po sido që tjetë është mirë ta shohësh diellin duke lindë. Mensur, tregove që përveç pasionit të aktiviteteve që i bën me shoqatën e juaj në natyrë, gjithashtu edhe keni edhe një punë. Na ka një herë me një punë veç po ankohem, çish po mndojni ju edhe me punu, edhe me daj natyrë edhe me imri krejt. Më thonë drejtën, krejt kjo buron për i brenda. Aq sot ti edhe programon edhe e udhëheq veten tonë, ajo është. Unë për mali nuk lodhem as njëherë, punën nga njëherë ndoshta me hamendëson nga pak që ndoshta po lodhem, pa marrë shembull një kolegi imi se ishëm të shtunën deri vonë punë, deri në orën 12 të natës. Ashtu është puna jonë pak më specifike se disa të tjera. Tha nesër do shkosh të mal, thash normal atje kam çlodhin. Kështu që për të motivuar të rinjët çdo herë kam një si lloj maksime që lodhja nuk ekziston. Mund pak të hecësh pak më ngadalë, po megjithatë kjo është një motivim për të rinjët që lodhja nuk ekziston. E aq më pak nëse ti del natyrë, do të gjykosh më mirë, do të marrësh një pamje më të mirë, do të jesh thjesht më mirë me veten tonë edhe me gjithë të tjerët. Atëherë po më duket që kjo është krejt psiqike që ja bën vetet. Ajo është, nuk ka tjetër. Se lodhja fizike apet kalon dyshysh, po më duket psiqike është më shumë që i lodh njerëz. Po me të drejtën ne po jetojmë në Prishtinë ku kolona të mëdha, po i shohim gjithandej pluhurin, ndotjen, madje edhe atë akustike, kështu që dje ishim në një bjeshk atë tek mes Deçanit edhe Pejes Rrugovës, ishte një ditë shumë e bukur, erë nuk kishte, qetësia ishte relative, kështu që gjithçka shkoi mbar. Dje pas këtë pas një aktivitet, në cilin vend keni qenë? Po, kemi ideu ta realizojmë një ngjitje, më që ora është kthyer tani edhe dita është më e shkurtë se para 2 javë. Kështu që kemi organizuar një majën e Çfarlës me lartësi mbijetare për 2461 metër, që nuk është e ulët, po me që mundësia një asfalti që është bon tani tek stanët e Strelcit, prej ato me një 7 km eci, me një disnivel dikon rreth 500 metra, kemi arrit deri tek maja. Edhe jemi kthy shumë herët, po prap se prap me hyrje në Prishtinë, kishte kolona, edhe ojrin duhet të një obilicit, prap u kthym në trotinën e përditshme që fatkeqësisht është një gjë jo e mirë. Tash para kur dini në ecje të tilla në ambient, në ajër të pastër, ishin gjithë ato bjeshk, gjithë ato bukuri natyrore, për në vend ndoshta ju vjen edhe pak keq kur ktheheni në Prishtinë edhe ishin veturat e shumë ajo që është ditore është shumë e shkurt, po që se ban ose realizojmë një ekspedit për 2 apo 3 ditësh në një vend bukur ma gjatë, me të vërtet kur të vim në Prishtinë, jo serenat, jo zhurma, jo madje edhe semaforin, një shok i ju një herë tha, paska semafora, tha që 3 ditë nuk kemi po semafora, as një gjodën, thonë as me prind kolonas, kështu që dola natyrë është një gjë e bukur. Na kemi pa shumë fotografi në rrjetet sociale, sidomos nga shoqata që e keni, që tregoni se në cilat vende shkoni, bukuritë natyrore. Ka shumë tri që ju bashkangjitën në këto aktivitete? Po, kisha me thonë dita ditës po shtohen, unë personalisht krahasece, kom pas dëshirë dhe madje kom pas një aparat fotografik gati çdo herë, edhe kur nuk kemi qenë si shoqat,
Kështu që kom desh si përmes fotografive të a dhuroj gjithë se cilit që brenda hapësirës të vetë, brenda kompjuterit i apo televizorit i shatë gjithë aty bukuri që neve në rrethujnë. Kështu që po kthejmë mrapa tek viti 2016, atëherë besoj që ka marrë havë bjeshkataria, ndoshta jo ajo bjeshkataria e mirëfillt që do të duhej ta ndjeknim ne, sepse më shumë momentalisht kemi më shumë shoqata që nuk janë të antarësume në federat, pasi që edhe bjeshkataria realisht ai skyrunning edhe ngjitja në militar është disiplinë sportive, kështu që është sport. Edhe bjeshkataria, më shumë kemi momentalisht klube që nuk janë të antarësume, se sa që jemi në federat. Kështu që unë kësha apelu edhe nga këto që t'jemi në një ombrell, edhe ta zhvillojmë bashkaresht bjeshkatarin, ngjitjen, në muret alpine, sidomos që janë, është një ngërmia e ato, po besoj që do të duhet të kishin të gjitha shkollat në Kosovë nga një mure alpin, brenda shkollave, sallat të tyne, kështu që ne prej fëmijëve të rrisim deri në atë stadin ku ata deri nesër edhe të garojnë ndonjë gardikun edhe jashtë vendit. Në dalje po i shohim edhe disa nga fotografit e shumta prej vizitave që i keni, si nga hiking, në përmalje të ndryshme. Na tregoj pak ndoshta disa nga vendet që si shoqat që i keni vizitu në Kosovë apo edhe në Shqipëri, pse jo? Disa nga më të veçantat. Motoja jonë, apo si me thona i kushti ynë bazë, kër e kemi themelu aso kohën në 2014, kemi dasht edhe lagën e kemi pas që ne të gjithë kosovarët, popullin tënë, ta shpjejmë në të bukuri tek vendet ku ka shqiptar. Do më thonë prej përmetit në jug të Shqipërisë, atje ku hynë Vjusa, në Shqipëri lumi Vjusa, deri në vermosh të Shqipërisë, do më thonë, krajen edhe pjesën e Macedonisë, do më thonë Iliridën. Kështu që paka shumë ne jemi të kënaqur që tani kemi arrit njerëzit ta njohin gjithat pjesë ku janë shqiptarët, ku banojnë, vendet ku tashme i kanë lënë, për shembull kraja shumë e bukur, unë në kraj kom qenë më mbil 10 herë, madje po e specifikoj atë rrugën e të mbjeturve të masakrës e Tivarit që ka qenë në vitin e prillit të vitit 1945, ne e kemi bërë 7 herë, do të thonë kalimin e kemi bërë prej detit Adriatik në Tivar në pjesën e krajës të liçeni i Shkodrës. Do të thonë kalim i bukur, kështu që kemi vizitu vendet bukura, madje edhe themelimin e shoqatës e kemi bërë në Valbon. Një prej vendeve më të bukura si Lugin, shpesh herë në disa revista evropiane, franceze, italiane, është vlerësu një prej 10 lugina më të bukura në Evropë, kështu që më të vërtet është e mahnitshme, po e specifikoj Valbonën, jo pse ne kemi themelu apo e kemi fillu prej ato, po është e bukur, ka vendet bukura, për shembull Lura, Porçasja ka qenë shumë problematike në Lurë, ne kemi qenë kur rruga është konë cup me cup, por një lajm i mirë është se tani veç po fillon asfaltimi që me ju qasë janë ata 7 liçejt akullnajor të Lurës, ka o Zambaku në Bardh që rritet ato, gjatë verës është shumë i bukur, po ka edhe vende tjera, për shembull është Puka, edhe pse është e vogël, edhe jo pse ka jetuar mi gjeni ato edhe ka jep mësema si pasojë e shëndetit ti, por është me të vërtet një qytet e vogël, e bukur, e pastër, ka afër atë majën e Murgës që mund ta eksplorosh pjesën e Thirrës Komand, të liçenit me anijet poshtë. Mund të them që edhe Përmeti është një prej vendet bukura të Shqipërisë, krahas Bjeshkëve, po është pjesa edhe e Mirditës, pjesa e Matit, pjesë e Dibres, kështu që ka vendet bukura. Macedonia ka Bjeshtë e Sharrit që lidhen me vargmallet tona, realisht prej Lubotenit deri atje tek Vracat në fund, ku lidhen me Korabin, me Trekufirin, ka vendet bukura edhe si që thash në fillim, kraja, Lepusha, veriu i Shqipërisë, rrugën ndoshta e keni bërë kaleqet e Hutit që fillon nga Shkodra të Kopliku, deri tek Vermushi që hyn me plavën e Gusin, është ujvara e Greles ato në Vuthaj, vend i bukur, po ashtu liçeni i Plavës. Kjo është e mira, ndoshta këtë ata që ju bashkangjitën juve në ecje dhe ngjitje tilla që përveç që shohin bukurinë natyrore edhe mësojnë shumë çka nga guidat që i keni ju edhe që i tregani nga historitë. Po nuk po du me citu tash një televizion Blendi Fevziun se isha para një kohë në
në televizion të kaj atje në Shqipëri, edhe përmbledhe me ata, tha se ka njerëz që kanë lindur edhe rritur në Tiranë, tha edhe din ku është Durrësi apo Saranda. Kështu që jo tha edhe pse jeni nga Kosova e keni eksploruar krejt Shqipërinë. Po, mund të mësoj secilin nga diçka, nuk themi që ne ndoshta i dim të gjitha, po nëse ti me të vërtet ecë këmb, do t'i dish të gjitha aty. Kjo është e mira që e sjell alpinizmi çdo njeriu, po për shembull, a duhet me pas gjithçysh pasion për me ardhur me bëni ecje të tillë? Po jo, se ti nuk e din çfarë pasioni ki derisa ti nuk Pa e provu, derisa ti nuk dalësh në natyrë dhe me ka njerëz që ndoshta krejt spontanisht kanë dalë, po me pasaj nuk kemi një ato, ai ka qenë një futbollist, madje i ka të dy këmbët e operune, tha sikur ta dija që do ekzistonte që kjo bjeshkataria me herë, tha kur trupi nuk e kisha prek me këmbë. Kështu që me të vërtet pasioni ndoshta lind mjafton një shkrepje, ne kemi bërë edhe revista, kemi edhe disa fletushka. Të rinjët, mendoj që ne do të përqendrohemi tek fëmijët tonë edhe tek pensionistët, që pak njerëz e prekun këtë tema. Një pensionist për një rutinë të punës ditore që e ka çdo herë, disa, dyqysh sikur e them ashtu, thehen moralisht masi që dalin penzion, disa shkojnë punë ende ato, tek ne një burr ka 3 muaj pasi që ka dalë në penzion, vike ato sjellke për rreth se dyqysh është mësu shumë vite të ardh ato. Kështu që për pensionistët i vyn që me fillu, nëse ai ton jetën nuk ka hec, ka nejt një zyre me një orar 8 orësh, rrugën deri në punë, në pensionim të paktën i vynë, sepse shëndetin e ka edhe ndoshta edhe do të ruaj shëndetin, sepse natyra edhe të ruan shëndetin. Po, me nësën të kjo është mundësia që e kemi na si popull, sidomos kur dalin në pension, që po të rëgën edhe vete, ka një farë thyrje pak pensionistët kur e lënë punën tash sa vite dhe dalin, tash i duket që mbaroj ndoshta jeta për ta aty, po në fakt aty fillon me u marrë me vetveten gjithçka. Pse te na nuk ka shumë të moshuar që dalin me hecë? Për shembull, e përmendë Valbonën që gjithmonë e keni nis prej Valbonës, dhe mu më ka rastis me hecë me bo ngjitje në Valbonë, hiking e gjithashtu deri në Theth. Që më kalon përshtypje ka qenë të huajt e moshuar që ka pas qëtë shumë, edhe bile me çanta shumë trona në për krah, që ka njerë unë e resha dhe nuk e kisha çantën qaq tronë sa ata, dhe thikisha pse nuk është që kjo kulturë edhe të na, pse nuk zhvillohet kjo? Thonë drejten, është një ju s'mund ta quaj që është kultura e junja. Madje edhe ne kemi filluar të ecim duke i po të tjerë. Pavarësisht që ne kemi ardhen shumica kanë qenë në përfshatra, kanë jetu në përfshatra, kanë ecë për arsye të punës, të jetesës. Në Theth, ti pas ke qenë Theth, ndoshta dikush ka tregu që në pjesën veriore quhet qafa e pejes. Pse qafa e pejes mes Thethit edhe Vuthajve për shembull. Ajo është quajtur qafa e pejes për shkak që tregtarët prej pejes e kanë përshkuat rrugën përmes bjeshkëve në Plavë, në Vuthaj, e kanë bërë qatë kalimin, i vetmi kalim ka qenaj në Theth për të shkuar me bërë tregti në Shkodër. Imagjinoje, me ditët tona ata, kështu që në një farforme tek të vjetrit e kemi këtë ecje natyre kemi shumë ka herë, po tek të rinjët tani edhe tek pjesa jonë, është me të vërtet nuk jemi mirë. Unë kam djalin në klasën e 5, e marrë shpesh herë, madje i ka marrë edhe ata shokët e vetë, tek një pjesë e Mollëpolcit, këtu të shtimja është një ujvara e Mollëpolcit edhe një shtëpi në Dronjë, që fëmijët e mi e kanë emëruar si shtëpia e ëndrave. Kështu që çdo herë edhe ai vogli është 4 vjet, për 5 tani edhe pak, e kisha në Theth të mërkurën, thet kur po na çante shtëpia e ëndrave. Po të kthehemi te ajo, sa janë të tillë, do me thonë, prej një klasë, prej 20 nxënësash janë 2 që levizin edhe që ju thujnë edhe aty në tjerë që unë kam qenë këtu, unë kam qenë kështu. Kështu që këtu nuk i fajsoj fëmijët, po i fajsoj prindërit, të cilët do t'i marrin fëmijët dorë për dorë edhe të dalin në natyrë. Ne kemi gërmin që unë quaj mushkrit e Prishtinës, po nëse marrëm një sa banor ka Prishtina, me sa ata shohëm ato, i bjen që ndoshta as 1% i kësaj popullate nuk del, as në gërmit pakten me ecë ose me vrap.
Kjo është arsyeja pse duhemi me bo, që me thonë si tek që gjithmonë pas punës, me bo në mendjen tonë që gjithmonë pas punës me dojnë bide me një ecje, qoftë me familje, qoftë edhe vetë, kushdo që e ka ofër parkun e Tokë Bashkës, të Gërmis, se shumë parqe tjera që ka në Prishtinë. Me fillu nga aty e tani të këto të ndajat. Atu do të ishte, ajo me pastaj nëse sikur me tu kru këmbët nen, ajo është të keqe, nëse ti ecë 2 ose 3 herë, dikur vetë jo, ti ki me dollë, po nëse ti nuk provon heq, atëherë... E keni vrejt jo që ka ndiku në shëndetin tënë mendore dhe fizik, ecja, alpinizmi, e ke vrejt të mira që ti ka sjellë? Po, realisht je me i qetë, me stabil në të gjitha drejtimet, jo vetëm atë. Unë vite me herët kom një mirë me një sport tjetër, që ka qenë karateja, që është artë, është sport i mirë. Mirë, po, të jatu ka shku për shamull 3 herë një javë me nga 1 orë e gjysë. Në ecet natyrë, të jeton ditën, edhe ja di problemet ati cilit shëqëran, edhe diskutan, edhe gjitha të dëmë thonë i te i kalon shumë gjona, shumë ka probleme njerëzit kanë problemet të ndryshme, kështu që me ecjen, me... A janë njësë mu bu dhe doktori vetit, se janë njësë me një vetën ma shumë në shta? Më të drejten në Evropë dhe në but, dalën natyra, po ecjen, sa ma shumë njerëz që ka në natyrë, ka me pak në spitale. Ta shkja shumë e thjeshtë. Në thethtin, ndoshta nuk e mon menda së ku e në 2014-ën, 15-ën, kanë qenë një tabel që thëtë, doktori mjekon, natyra shëran. Ti mund të përzgjedhësh apo e donë doktorin apo natyren. Një thonje mjaft e mire dhe inspiruse. Ka qenë një tabel e vogël e vendosur në një pish, në një dru. Ta shparëm në të hecë ti me po që ato. Je i lodhën edhe përshesh ato. Tikët ke i lodhë ato i lisë. E pas këtë te i kalur, alisht e lartësine ke bo qafa Valbunës, që ke qenë pe i Valbunës në theth, 1213 metra është lartësia në qafë, tek qafa, po në momentin që era ta godet fytyrën, bolin dhe më thonë që liruhen. Unë pa do këgja shumë lodhje se ka qenë edhe ecja po, një ecje qaqë gjatë që e ku bo. E për shumë lja për shtype që në the, gjdo vetë shka një Valbuna, po? Po, e kemi themelu në javën e 2 të turit të vitit 2014, kështu që nëse ju, edhe pse personalisht me shoqatën e kemi bo në gjdo muaj, kështu që e Valbunën kemi fotografi të se cilës stinë, të se cilit muaj. Kështu që Valbunë gjdo të tur, java e 2 të turit, marësish për i datës që leviz, ne organizujmë, kështu që ishim edhe para 2 javësh ishim atje, e kemi si një formë për kujtimit të datës së themelimit, në çdo herë kemi pije, kemi nga një embelsir, kështu që kaloj mirë. Në sa bukur. Nështë ta dhe kur shkan gjithmonë, muaj për muaj, vit për vit, bletë dikur nështë ta mësosh edhe mësën rrugën për mensh, edhe mas në je e den moj gjithë cep të natyres se qka ka. Se hira parë që më pa do kështirë, e që këmë thonë që se këmë ditë që am pret. Po aja është me mirë, kur nuk e ditë që atë pret është me mirë, se në gjdo moment shpalusit ka diçka, ti ke shku në Valbun të ka e fushë e gjesë, që të ka e restoranti, ku fillon ecja, po kimi përjetu ata furgunat, që të shojnë atë pjesën, ato deri të ka i fshati Ragam, ato janë do kafiterit vuglas, po dinë cëllën veti ke qenë. Para disa vite, dhe nështë ta... Tani me lartë është tek burimi Valbunës, është një simuni kafe, ato që është si lojikune, me pastaj disa thënë te ka i guri mbi simunin, është një guri një shkamb i madh me disa metra katror, me pastaj qafa që ka pamjet bukur në të 2 krahet në të kuptimin, të më thonë anën pjesa përëndimore është Lugine e Thethit, Knej Valbuna. Na gjithmonë mëngjesin, emisionin e mëngjesit e njësë me pamjet bukra për e vendeve të ndryshme si nga Kosova edhe nga Shqipëria. Verës, e kemi zakon me Bregdet, me fillu, e ndërsa ku shkojmë ka vjeshta, ka dimri me maljet. Javën e kalume kemi pas një video të Deçanit, që ka qenë shumë një pamje bukur, bile ka qenë një video nga ju që e keni bo nga shoqata juj, mundeni me pa dhe në pamje në ekran, një video mahnitse edhe që të regan se sa të bukra janë maljet e Kosovës, e sa gjunan është ashtë mësë më shku edhe me i shkel.
Po, kjo është pjesa e grykës e belegut realisht, stonët e belegut janë lartë, edhe është ajo rruga që ndoshta një ditë do të ndërtuhet për plovë, që i bie me shkurt. Mirë, po ne ishim të dielën këtu, kishte një sasi e burës lartë, edhe mali, do më thonë pishat janë ndru jo gjithërenës, ndërsa këtë të tjeret, ahut, gjitha të tjeret janë gjithërenës, kështu që është kua që ato do të marrin gjyën, kështu që kam shkuar nga Prishtina, për shkak 2-3 video me i bo atje, me realizu që të mbesin edhe të shohë gjithë ata që dëshirojnë. Krahas kësaj ne kemi edhe në atë video në liçenit të Tropujes, atë të 3 kufirit, që ishte gjithashtu me një pjesë të burës, mirë po kjo është diçka shumë e bukur. Shumë mahnitse. Dhe sa bukur me i pa, ndoshta janë edhe inspirues edhe njerëz kur shohin. Kushdo që ka qef me bo ecje, me ardhë në mal, me ju bashkangjit me shoqatin e juj, çka duhet me bo? Mjafton veç me ju shkrujt, apo? Po, aja është e para se me shkrujt është dëshira për me dalë. Krahas asaj, normal me shkrujt, edhe mundësisht që të kenë disa pajisje elementare, tani po fillojmë në stinën e dimrit, që duhet dhe mos të kemi rekuizitën adekuate, edhe pse një guidi mirë e ka për obligim, një pasionanti, një personi që dëshiron të dalë në natyrë, t'ja kontrolloj edhe çantën. Jo krahas renditjes, po të din edhe çka ka në çantë. Çka duhet me pas në çantë? Po në çantë krahas asaj duhet me pas dy bluzat e ngrata, dorëzat, për shembull tek ne me stinën që ne kemi, unë personalisht dorëzat prej edhe kapelen e lesht prej një shtaturit, deri në maj nuk e heq asnjëherë. Pasi që na ka ndodhur për shembull në Korab ose në vende tjera, edhe pse stina nuk është që të ketë rreshje, ne kemi qenë në Korab në vitin 2018, ne mos gabuam me 18 qershor, po ka ra burr. 18 qershor ka ra burr në Korab. Kështu që domethënë për një moment e ka përfshija 300 metrëshin e fundit, pasi që Korabi është mali më i lartë tek ne në Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, krahas Musalës në Bullgari, edhe ka përfshi. Kështu që duhet të kemi dorza, këpucat e mira, edhe të paktën një shujt ushqimi për çfarë do eventualiteti. Po. Shujt ushqimi gjithashtu pak ka shumë pedi edhe prej vetet kur kam qenë do të me pasa diçka të mbajt ndoshta diku që i bjen sheqeri ose. Po, ato normal ndonjë frut të thatë, ndonjë çokoladë, pa problem, po që tek ne shumica edhe atyre që janë një diture nuk është problem. Sepse njeriu nuk vdes për një ditë, as për 2, po për ato të cilat janë për shumë diture, madje tash teknologjia ka ecë, një djalë këtu ofron një lloj ushqimit që është për ushtarakët, ndoshta për ata që shkojnë për misione, është ka një gelçere që në kontakt me ujin, ajo vlen. Do të thonë ajo është lloj gjelle, pasta me mish, ne kemi ato, kemi bën pashtrek, edhe pse ishte burr, kemi bën tek moja piklimës, ka të dragashit e sharri. Kështu që me ujë, e qëta ajo është një farë pjesë që quhet teknologjia e ngruhjes, edhe ajo e nxejnë atë ushqimin edhe në rregull jeti. Do të thonë, të gjitha ato i kemi, kështu që nuk është problem. Problemi vetëm është tek dëshira për me dalë. A ka ndonjë rast që për shembull kur keni dalë, keni mujt në fillim me hub rrugën, nëse diçka më zgjat rruga më shumë, me nxon terri, edhe me pas ndoshta shumë më të vështirë se që e keni menu. Me të thonë të drejtën, Kosova tani ka edhe atë njësitin e kërkim shpëtimit, që është që dita ditës po ka probleme gjithandej, po kemi pas fatin ndoshta unë kam qenë pak i ashpër, si udhëheqës, po nuk kemi pas asnjë incident deri me tani. Kështu që mendoj që ata që vinë me mua, jam modest për nga natyra, nuk dëshiroj të flas për veten time, po ata e dinë që ne nuk kemi pas asnjë incident, asnjë problem, asnjë humbje rrugës, sepse një guid i mirë nuk duhet ta humb rrugën nëse nata e nxan ata. Ose edhe mjegulla. 2 gjanat më të këqija për një dalje natyrë është vetëtima edhe breshëri. Këtu janë 2 senet më të këqija për një peshkatar. Po, kemi qenë për gjitha për këtu 11 vite që jemi në formë të organizuar, do më thonë në Korab, para 2 vitesh, e ka përfshi një mati e ligë, që ishte breshër edhe të 2 vetimat, po fati që dikur gjetëm ne asit dban, i deleve, që nuk ishte dele atu,
jemi futur brenda për një periudhë shkurt, më pastaj kemi vazhduar. Kështu që ajo është që ne e mbojmë mend si kuhen më të keqe. Për ndryshe në Triglav, për shembull ata që bojnë Triglavin mohën më të lartë në Alpet Julian atje në Sloveni, shihen që ato është ajo kavëja e metalt, edhe bjeshkatarët kur janë shku ato i kanë nxonë një pjesë e vetetimes, e kanë kapë me durat kavën edhe kanë vdekë. Domethënë është elektrizu komplet ajo kavëja edhe kanë vdekë deri në 8 persona ka që kanë vdekë në Triglav të Slovenisë. Kështu që vetetima dhe breshëri, sepse breshëri mund të jetë me diametër të madh, janë dy gjanat më të këqija sipas meje. Të tjerët se di për fat mirë, i pas të kalu këto, nuk kemi pas asnjë thyrje të këmbës, asnjë gjë deri me tani, pasi që të gjithë më thojnë jem një lloj meteorologu, kam 2 aplikacione që tashme ka ecë ajo teknologji e me radar pe lart, kur do ketë shi, se edhe ju besoj që e keni atë kuhen e motit. Faleminderit shumë që keni ardhur sot në #gjeste dhe ju shpalosëm pak a shumë dhe aktivitetet. Faleminderit dhe për juve për mundësinë. Faleminderit shumë edhe juve, ja u rikujtojmë edhe një herë këtë atyre që po na shohin edhe dashamirëve të natyrës që munden me ju shkruajt në faqen e juaj Facebook, me ju gjetë edhe numrin kontaktues aty po besoj edhe me ju bashkangjit për çdo aktivitet që e keni. Keni tash e keni kryer aktivitetin dje, po keni tash për vikendin tjetër apo? Po, ndoshta vikendi tjetër do të na gjejnë në Kraj, është festa e Gështenjës, një festë e përvjetshme që e organizojnë atje, organizon komuna e Tivarit për arsye që Kraja i takon pjesës së Tivarit, jo të Ulqinit në formën administrative. Kështu që madje këtë vit krahas vitet e mëhershme ne kemi qenë, ka prodhime vendore që ato lansojnë ata nga liçeni Shkodrës, Peshk, Tymusër e gjitha ato, ka kënuaj e Gjysë të Vulaj, ndërsa këtë vit ishte Leonora Jakupi dhe Asim Gashi, kështu që po shpresoj që do të kalojmë mirë dhe atje. Okej, faleminderit shumë, zotëri Gashi që keni ardhur sot edhe kemi mund pa dhe erave tjera, pse jo. Faleminderit prapë.